Një kompani kineze ka filluar prodhimin masiv të baterive të vogla që mund të zgjasin për dekada dhe mund të kërcënojnë sigurinë kombëtare të SBA-s. Bateria BV100 e krijuar nga Betavolt është më e vogël se një monedhë, por mund të fuqizojë pajisje deri në 50 vjet, për shkak se merr fuqinë nga një izotop radioaktiv i quajtur nikel 63, që çliron energji teksa zbërthehet ngadalë. Bateritë bërthamore kanë ekzistuar që nga vitet 1950 dhe përdoren për të fuqizuar stimuluesit e ritmit, teknologjinë hapësinore, sensorët dhe pajisjet e monitorimit dhe më gjerë, por kjo është hera e parë që prodhohet në masë. Në gjendjen e tij aktuale, ai jep vetëm 100 mikrowatt energji, i përshtatshëm për përdorimin e teknologjive me fuqi të ulta si pajisjet mjekësore dhe sensorët. Betavolt planifikon të nxjerrë një version me 1 watt diku këtë vit, i cili mund të fuqizojë armët e ardhshme të shkatrimit në masë, si dronët e luftës që nuk kanë nevojë të zbresin dhe të rimbushen kurrë. Ndërsa aftësitë e BV100 zgjerohen, Kina mund shfrytëzojë fuqitë e saj dhe mund të fitojë avantazh ndaj SBA-s në vëzhgim, luftim, madje dhe në eksplorimin e hapësirës.